63 ditë para betejës së zgjedhjeve parlamentare, kryeministri Edi Rama u bëri thirrje vajzave e grave të mbështesin me votë Partinë Socialiste, e vetmja forcë politike sipas tij që do të bëjë realitet anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë takimit me vajzat e gratë socialiste, Rama theksoi se në 11 maj Shqipëria ka vetëm një sfidë. Sepse në 11 maj kush voton duhet ketë parasysh që ka në dorë të bëjë dy gjëra: ose t'i jap mbështetje Shqipërisë për të vazhduar pa humbur asnjë ditë negociatat për anëtarësim me Bashkimin Evropian, ose votën ta përdorin për ta hedhur në knet. Ndërsa Partia Socialiste po përfundon hartimin e listës së kandidatëve për deputet, Edi Rama theksoi se vajzat e gratë do të kenë prioritet në pjesën e sigurt të listës. Ne, burrat, ata që kanë marrë nga Partia Socialiste mandate, do t'i hedhim në fush që të meritojnë mandate. Ndërsa gratë do t'i ndajmë në dy pjesë. Gratë që do t'jenë nikoqiret e gjithë këtij procesi të 4 viteve të ardhshme dhe që do t'a marrin përfaqësimin e Partisë Socialiste me mbështetjen e të gjithëve ne në pjesën e mbyllur të listave, dhe pastaj vajzat që do t'jenë pjesë edhe e listave të hapura. Rama shfrytëzoi thirrjen e rivalit politik Sali Berisha për bojkotin e mësimit, për të bërë apel grave se 11 maj duhet t'i japë përgjigje edhe kësaj qasje politike të opozitës. Lajthitja e madhe e thirrjes për të mos shkuar në mësim fëmijët dhe prindrit për t'i mbajtur fëmijët në shtëpi që mos shkojnë në mësim sepse do mbyllet TikToku, tregon në fakt se sa rreziqe tjera mund të presim nga një mendje e ikur për terital. Kryeministri Edi Rama u bëri apel grave të punojnë në këto 2 muaj që Partia Socialiste të shënojë fitoren e 10 në betejën e 11 majit.